Vazhdim paraqesim një pjesë nga vepra Enciklopedia Imagjinare, e cila titullohet Harrimi. Burri, gruaja dhe 3 vajza, një kar i vogël. E madhja 6, e dyta 5 dhe e treta 2 vjeqe. Qëndruan në krye të shkallarës së lagjes Arbëria, të përqafuar vetëm për disa qaste. U bën pjesë e arkitekturës dhe reliefit të tokës, dukeshin si koka e shkallarës e cila ngjitej nga poshtë deri lart në qiell. Më 28 të marsit, Alighieri vetëm 4 ditë më parë, në 24 mars e humbi rrugën, ata shikuan për disa qaste të njëjtën pamje, të cilën nuk do ta shohin më kurrë. Secili në mënyrën e tij e gdhendi në mendje visore. Megjithatë, të secili pamja që jo reale. Vetëm vajza 2 vjeqe nuk kuptonte asgjë. Poshtë shkallarës në qytet, ushtar, polic dhe paramilitar ushtronin terror. Prishtina vdiste çdo minutë. U shndruan atë gjigant të minjve në një kohë deratizmi. 2 anë si 2 botë, minjt dhe deratizuesit. Shfarosësit e minjve. Shfarosësit kërkonin skut e vrim për ndonjë mijë dhe sa po shfaqej, rafall automatikësh ja bënin trupin shosh, ose hidheshin mbi të me thika dhe shponin tepër trej edhe për së vdekurit. Disa, më të guximshmit, u aprisnin kokat apo u agropasnin syt që t'i merrnin si trofej. Ata ishin 5, vetëm edhe për disa qaste, se ndoshta nuk do të mbetej asnjë. Do të bëheshin trupa vlozh nga plumbat apo thikat. Burri tha, shkoni. Në gjuhën e pafolur, kjo kuptohej vdesni. Po të shkoj edhe ky me ta, vdekja bëhej më e tmerrshme. Vetëm një grua dhe 3 fëmijë të vegjël fare, ndoshta edhe shpëtoi.